Ndosja ka tabluar në këtë idenë e një presidenti. Nëse ngojmë që apo thot ti Arben, unë nuk besoj që Vjosa e ka bash asnjë shans me përmbys. Jo me përmbys, me dëmtu as minimalisht. Ja, sepse kauza e Vjosës është viçvetja. Kauza e Vjosës është Kosova është keq se unë jam presidente. Kosova është mirë veç kur unë jam president. S'ka dalë në skenë me ime, me dalë me një votë. Se ajo nuk ka ngorë. Albini djeu kon me Albinin. Jo më ajo, Çka ka me thonë Albini, çka ka me thonë Albini që dej djeu. Çka ka me Vjosës nuk merr. Ka thonë kur e mendon patëm zgjatin e mandatit të shefit të AKI-s, patëm edhe po mendoj gjykata kushtetuese, emrimi i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Presim emrimin në KQZ. Presim emrimet në KQZ e shumë çka tjetër. Mos duket sikur ka qenë tepër e rëndësishme për Kurtin ta ketë ushtruesën e detyrës së presidentit në këtë periudhë? Jo, duhet me kuptuar që ne kemi pas një blokadë totale të 14 muajve pa kuvend dhe shumë institucione kanë mbet pa drejtues dhe pa antar. Dhe tash në rast se nuk i voton për këtë ditë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, ki rrezik më blloku komplet. Nëse nuk e vazhdon mandatin e kreut të AKI-s, prap rrezikon me met pa të dhe me pas probleme tjera të funksionimit elementar të shtetit. Nëse nuk i zgjedh antarët e KPM-s, rrezikon me vazhdu me kalu në kaos